Qyteti i Shkodrës ka përkujtuar 16 qershorin, e cila shënohet me të zeza në historinë e këtij qyteti, ditë që përkon me vrasjen e 17-vjeçarit Pëllumb Pëllumbi. Autoritetet vendore dhe kandidat për deputet të Partisë Demokratike kanë qenë prezent pranë monumentit kushtuar këtij djaloshi, i cili është edhe heroi i demokracisë. Kryetari i shoqatës së përndjekurve politik në Shkodër, Zenel Drangu, gjatë këtij takimi akuzoi politikën, por garantoi edhe mbështetjen për Partinë Demokratike. Që me kanë një fije më të vëmendshëm nga shtresat për një politik, se kanë nevojë njerëzit edhe sidomos është e drejtë që ta merret zonin atje në parlament për shtresën e për një politik, për gjetjen e eshave dhe shumë probleme tjera që ka kjo stres. Unë do ishe, si me thonë, shumë i kënaqur nëse deputet do ishin një fije më të vëmendshëm. Megjithatë, ne jemi të djathtë dhe s'devijojmë nga djatha. Por i fije, më respekt dhe më vëmendje në kësaj shtresë, që është shtresa kryesore, që ka mbështet Partinë Demokratike dhe djathtën shqiptare. E pranishme në këtë takim, kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi theksoi se askush nuk duhet të harrojë të kaluarën, ndërkohë që evidentoi se këtë të kaluar po kërkojnë ta rikthejnë disa të veçuajt të rilindas. Nuk mund të harrohet lehtë se 16 qershori i vitit 1990 për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Ajo që do të shihnin sytë e shkodranëve ishte përtej imagjinatës njerëzore. Në qoftë se sot doni që t'i sqaroni të rinjt me disa fjalë fytyrën e vërtetë që kishte komunizmi, atëherë duhet t'i tregoni këtë histori. Këtë histori më shumë se të dhimbshme. Historia e Pëllumbit nuk duhet harru. Vujtjet e shkaktuara nga ai regjim nuk duhen harru. Figurat e lidhura me atë sistem apo me njerëzit që mbajtën në këmbë atë sistem nuk duhet t'i lejojmë që të na shiten si reformator. Nuk mund shkojmë drejt së ardhmes duke harruar të shkuarën. Ndërimet më të thella në këtë ditë përkujtimore për të gjithë viktimat që molli ai regjim për më shumë se 50 vite. Pëllumb Pëllumbi u vra në kufi në vitin 1990, ndërkohë që pas kësaj vrasje, funerali i këtij djaloshi u kthye në një revoltë popullore kundër regjimit komunist, i cili ishte në grahamat e tij të fundit.